Po, ka. Mirë dita. Mirë dita. Jam me zotin Martin Doda nga Lezhë, një Po. ish emigrant i Italisë, Po. apo je akoma emigrant? Jo, jam kthyer, jam pensionist tash këtu. Po e bëjmë këtë mini bisedë për të shpjeguar disa gjëra në lidhje me situatën e Martinit si një emigrant i dikurshëm. Po. Martin, mund të të pyes sa vjeç je? 68. 68. Tashmë ti je këtu në Zyrë për të marrë vendimin e INPS-it, Po. një vendim pozitiv sepse të është miratuar pensioni italian. Po. Në çfarë viti ke vajtur emigrant në Itali? Në vitin 1998. Sa vite ke punuar atje? 6 vite e gjysmë. 6 vite e gjysmë. Edhe u ktheve në Shqipëri? Edhe u ktheva në dhe E ke rezidencën në Itali akoma apo në Shqipëri ku je? rezidencë në Itali nuk kam tashmë, vetëm në Shqipëri, Lezhë. Vetëm në Shqipëri. Në shoqësi italiane ti nuk ke? Jo. Nuk ke. Çfarë lloj pune ke bërë në Itali? Atje në ndërtim kam punuar gjithë. Ndërtim. Dëshiron ta thuash masën e pensionit, dalim pak më në hije, këto apo do ta mbash personale? Jo, mund ta them. Mund ta thuash? Pasi Mhm. 213 euro në muaj. Në muaj. Përgjigja, pensionin e kemi bërë me marrëveshjen për Pa. pensionet. Pa. Pra duke i bashkuar vitet e Shqipërisë me vitet e Italisë. Me 6 vite e gjysmë ishte që ke vështirë të dile në pension, Po. po mos i kishe 20. Po. Por duke i bashkuar me vitet e Shqipërisë, ti ka përceve 20, i kalove te i kalove. Po. Kështu që e more pensionin italian për ato 6 vite e gjysmë në këtë vlerë që sapo e përmenda. Po. Në Shqipëri merr pension shqiptar? Marrë dhe pension shqiptar, kam punuar në arsim, dhe kam marrë nga arsimi pensionin, por jetë plot, siç Sepse kishe disa vite manko Kish- duke po. qenë emigrant në Itali. Po. Çfarë do të pyes? Bashkëshortja merr? Pension italian ka punuar në Itali? Jo, fare. Fare. Vetëm Okej. pension shqiptar. Vetëm pension Vetëm shqiptar. pension shqiptar. Dakor, në çfarë zone të Italisë ke jetuar? Kam një në Torino Torino? dhe në Brescia. Edhe në Brescia, Edhe pas në ke Brescia. lëvizur në 2 zona. Po. Okej. E besoj që mund ta marrësh pensionin me këtë marrëveshjen që sapo u bë marrëveshja me Shqipërinë dhe Po, Italisë. edhe besoja dhe se besoja, por fal punës e peskides, punës suaj. që- Punës zyra, sa Punës son jam zyre. thjesht punonjëse, por Një punë e kujdesshme, një punë profesionale dhe arrita që të plotësoj gjithë ato kërkesat, dokumentat, çfarë Dokumentat. duheshin gjitha dhe u plotësua gjithë dosja dhe arrita. po, në fakt edhe falenderimi nga ana ime i shkon edhe INPS-it italian dhe ishte Patjetër. shqiptarës që kanë bërë një punë shumë të mirë, të dy palët. Po. Edhe ligjeve që u kryua, u bë marrëveshja, kjo është një gjë Po, shumë e si, mirë, po, pra si. për gjithë emigrantët. Për gjithë, e vërtet. Një gjë shumë pozitive, pavarësisht se shumë emigrant janë atë momenti që thonë, po sa po vonon përgjigja, edhe ty të vonoj një vit. Pa edhe mund bëne një Ke vit, e qenë në vërtet. korrik ti para një viti E këtu kur vërtet, bëre E kërkesën. vërtet, shumë e Dhe vërtet. tani more përgjigjen Dhe tash zyrtarisht sot apo e more, sapo ta dash e kemi Po. përgjigjen brenda në zyrë. Po. Por janë vonesa që përsëri, pavarësisht se në dukje thua, po do dalin ndonjëherë ky pension, doli dhe e merr të grumbulluar pensionin. Po, Pra e merr të tërë vitin që kaloi nga 2025 korriku deri tani, ti do t'i marrësh të grumbulluara. Sigurisht pastaj Italia do mbajë një lloj takse, ta shpjegoj që pari, taksa tatimi mbi burim mbi këtë shumë, por që aty e mbrapa pastaj pensioni nuk të taksohet më, sepse nuk është në ndonjë vlerë shumë të madhe. Mirë, Martin, me çfarë po merresh në Lezhë? Tash jam fermer aty, merrem me ullishten, merrem me baçën, merrem me këta, punë të pensionistit. Po, kishe mbjellur në Lezhë 200 rrënjë ullinj. Po, e E vërtet. shet apo i ke veç për familjen? Jo, për prodhim, jo më shes vaj, kur të bëjnë, hinë prodhim, do shes vaj ulliri. Do shesesh vaj ullir. Po lëri Jo, çik pastaj. numrin telefonit ti këtu. Pa tjetër Se që do ta po. kërkojnë klientët vajin tënd të ullirit. Pa tjetër që po. Na e thuaj. Numrin tim, Po. 069 Po, 44 po. 82 079. Okej, tani klientët e din ku të kërkojnë një vaj ulliri të mirë, kur të futet në problem. Faleminderit për reklamin. Është vaj jeshil, vaj extra virgin e quhet. Ashtu, A ulliri i tillë që do bëjë vaj. do bëj vaj. Pa. Është ulliri i mirë, i Pa. një tokë të mirë. Po, është ulliri koronik që bën vajin më të mirë, më Dakor. cilësor.
E morën vesh dhe klientela, kështu që telefonata drejtoja një Martini dhe bleni një vaj shumë të mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë. A ta gëzosh pensionin, Martin? Faleminderit Beskida, faleminderit nga Jona Juj.